Mirëmëngjesi miq, sot kemi disa ushtrime barku, unë I nisa pak para, por që do I fillojmë prap nga fillimi. Do bëjmë pak zgjatje të muskujve të barkut. Pesë, 6, 7, 8, 9, 10. Qetëso, mbushemi me frymë, do demonstroj dhe ushtrimin tjetër dhe të dyja këto do I kombinojmë me njëra tjetrën. Okej, tani është njëra tjetra. 1, 2, 3, 4, 5, shumë mirë. 6, 7, 8, nxirre frymën. Okej, qetëso. Mbushu me frymë. Këto ushtrime do I bëjmë për 5 minuta, 30 sekonda punë, 20 pushim, duke I kombinuar bashkë. Pa pushim njëra pas tjetrës. Mbarojmë me të parën, direkt kalojmë te e dyta për 30 sekonda, pastaj bëjmë 20 sekonda pushim. Okej, kalojmë tek ushtrimi I radhës tani. Ky është pak më I ndërlikuar. Këmba e djathtë është e mbledhur, tjetra është e shtrirë, edhe e tërheqim lart, prekim me bryl gjurin. Jepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. Mbushu pak me frymë, bëhemi gati, kalim te këmba tjetër. Jepi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Okej, qetësohemi. Të ushtrim ne do e bëjmë 4 herë me nga 40 sekonda punë edhe 20 pushim. Mbushim me frym edhe kalojmë tek ushtrimi i fundit që do bëjmë. Është plank, të cilin do e bëjmë 3 deri në 4 herë me 40 sekonda deri në 1 minutë punë. Atëherë plankun e kemi bërë dhe herë të tjera. Vendosim bryllat drejt, koka gjithashtu është drejt, mesin e fusim brenda, qëndron drejt edhe është jo këtu, në këtë formë. Do të trish drejt komplet. Okej. Mundohemi të qëndrojmë më shumë se 30 deri në 40 sekonda. Kush është më mirë, mund ta bëj edhe 1 minutë. Okej. Qetësohemi. Mbushim me frym. Këto ishin ushtrimet e sotme. Unë do kaloj pak në stretch. Kështu që bashkë jemi herën tjetër dhe nga unë Sona, mirupafshim.